Në funksion të një rikonstruksioni tërësor të Pallatit të Sportit Aslan Rusi në Tiranë, 6 skuadra arkitektësh të përzgjedhur nga një garë ndërkombëtare prezantuan sot projekti det e tyre përpara jurisë profesionale. Projekti synon të transformojë një nga qendrat më historike të sportit shqiptar në një arenë moderne, të aftë për të pritur kompeticione ndërkombëtare. Kryeministri i vendit Edi Rama, dikur basketbollist aktiv që ka luajtur me qindra ndeshje në këtë sallë, tha se ky investim do të rikthejë emocionin e shpirtit garues të sportit shqiptar. Projekt shumë ambicioz, rilindjen e Pallatit të Sportit Aslan Rusi, i cili ka qenë një pikë referimi në një histori të gjatë përpjekjesh dhe sfidash sportive dhe që sot në një kohë të re meriton një formë të re, një forcë të re dhe një vëmendje të re. Unë besoj se skuadrat finalistët i konkursi do të na vënë përsëri në pozitë vështirë për të përzgjedhur projektin më të mirë, sepse janë të gjitha skuadra me talente të jashtëzakonshme dhe me kapacitete të provuara në shumë vende tjera. Sipas kryeministrit, infrastruktura moderne është kushti kryesor për zhvillimin e sportit dhe për organizimin e ngjarjeve të mëdha sportive në vend. Nga ana tjetër, Shqipëria sot është në kohën kur synon shumë lart edhe në aspektin e pjesëmarrjes në kompeticione ndërkombëtare. Zhvillimi i finales Conference Ligës në futboll ishte një kulminacion i një larmie aktivitetesh ndërkombëtare që zhvillohen në Shqipëri dhe synimi për të luajtur në Shqipëri finalet e Kupës së Kampionëve të Europës apo të Superkupës Europiane edhe në basketboll apo në volejboll nuk është i paarritshëm. Ky projekt pritet të përzgjedh fituesin brenda pak javësh dhe synon jo vetëm të modernizojë sallën ikonike të kryeqytetit, por edhe nxitjen e brezave të rinj drejt sportit dhe garës së ndershme.